lutem Zot ti tregom zemrën time kam iman. Të lutem Zot mu tregom zemrën time kam iman. Mu gjunohet kanë bove, nuk bëmë Zot me të përmen. Mu gjunohet kanë bove, nuk bëmë Zot me të përmen. O Allah këti që jepje, Gjallma zemrën së më kavde. O Allah ti që jepje, Gjallma zemrën së më kavde. Asungo pe nefsi me mëkate dëfrim. Asungo pe nefsi me mëkate dëfrim. A nuk erdim kohamon, me u pendu me lotu I kjo. A nuk erdi kohamon, me u pendu me lotu I kjo. Ban gjunohe në sheksi dhe me nënas kur se di. Ban gjunohe në sheksi dhe me nënas kur se di. Hiç prej Zotit turp nuk e, që të shehu do që je. Hiç prej Zotit turp nuk e, që të shehu do që je. Selam pas Ibrahimi I Allahut pejgamber. Selam pas Ibrahimi I Allahut pejgamber. Zoti plot fuqi pejgamberit Ibrahim I duroj një djalë të sjellshëm të dëgjueshmin Ismail.
I dhuroj një djalë të sjellshëm, të dëgjuesh min Ismail, por në ëndër pejgamberin, vetë Allahu e urdhëron, që të therë të vetmin djalë, që ai aq shumë e don, që të therë të vetmin djalë, që ai aq shumë e don. Babi im ti zbato, çfarë Allahu të urdhëron. Tha i vogli Ismail, që Allahu i dha duri, unë jam gati o Allah, djalin tim ty ta bëj kurban, ta kështu me shpirtin dritë, pejgamberi Ibrahim. Unë jam gati o Allah, djalin tim ty ta bëj kurban, ta kështu me shpirtin dritë, pejgamberi Ibrahim. Por Allahu se lejon, pejgamberin veç provon, si shpërblimi dha një dash, që ta therte për kurban. Si shpërblimi dha një dash, që ta therte për kurban. Na e lasi adhurim, pejgamberi Ibrahim, që gjithmonë të madhin sot, dhe me kurban ta përkujtoj. Na e lasi adhurim, pejgamberi Ibrahim, që gjithmonë të madhin sot, dhe me kurban ta përkujtoj. Selam pas Ibrahimi, i Allahut pejgamber. Selam pas Ibrahimi, i Allahut pejgamber. Selam pas Ibrahimi, i Allahut pejgamber. Selamu alaikum të nderuar dëgjues të radio Dituria Islame. Përshëndetje të gjithë juve që në këtë moment jeni duke na ndjekur drejt për së drejti. Ju flasim nga studio në Prishtinë dhe sonte do të jemi së bashku drejt për së drejti në këtë transmetim të cilin do ta realizojmë drejt për së drejti nga studio në Prishtinë së bashku, po ashtu edhe me bashkë drejtim të këtij programi do të jemi me imamin ton të nderuar ose profesor doktor Hafiz Hajreddin Hoxha, të cilin e përshëndesim me selamu alaikum dhe i dëshirojmë mirëseardhje në program. Aleikum selam wa rahmatullah, moderator, më nderuar Arni, të na falni për këtë vonesë teknike. Po. Po, që të patëm ligjërata tjera, patëm dhe sa erdhën. Na falni aty. Po, është e kuptueshme, sigurisht jemi edhe me angazhimet e tjera, ju kuptojmë plotësisht, prandaj me shumë kënaqësi ju kemi do të jemi në minutat në vazhdim. Sonte të nderuar dëgjues, miq të dashur të radio dituriaislame.com, sonte do të jemi në trajtimin e temës pra trajtimi i temës së sonte do të jetë Islami dhe globalizmi, një temë interesante për të cilën do të flasim në minutat në vazhdim. Në këtë program të drejt për drejt, ju mirëpresim të bashkoheni me pyetjet tuaja, pyetjet të cilat mund t'i drejtoni në
plus 383 44 88 698 nëpërmes Viber, WhatsApp dhe të gjitha rrjeteve të tjera. Po ashtu mund vini edhe nëpërmes Skype-it në Radio Dituria Islame. E ne pa humbur kohë do t'i kalojmë njerë fjalën ligjeruesit ton të nderuar profesor Dr. Hafiz Hajreddin Hoxha, me të cilin do t'jemi në këtë program pra të drejt për drejt, dhe më pas do të kthehemi pasi që të përfundojmë në pjesën e ligjëratës, do të kthehemi me pyetjet tuaja të nderuar dëgjues. Rregull, pra, bismillahirrahmanirrahim, po fillojmë me emrin të Allahut xhaleshanu si zakonisht, edhe bisedën tonë apo temat tona aktuale, fetare. Gjitha falenderimet dhe gjitha lavdatat i qofshin dhe i takojnë Allahu xhaleshanu dhe salavatet tona, selamet tona të gjithë së bashku t'ia dërgojmë Hazreti Muhamedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe për të gjithë ata të cilët e kanë ndjekë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj jete. Ju përshëndes me zemër, vëllezër të ndershëm, motra të ndershme, kush që na ndëgjoni dhe mirë se vini në emisionin tonë të radhës dhe tema e sontit është një temë pak sensitive dhe ndihshme. Ajo ka të bëjë me islamin dhe qëndrimi i fesë islame me këtë trend të ri botëror që jemi duke përjetuar apo duke pas parasysh si sfidë të madhe e që po quhet trendi botëror i ri globalizmi. Po quhet globalizmi. Arabisht i thënë el-aulama. Se kemi thënë edhe postimin tonë, të mundohemi në të shtjellojmë këtë fjalë, çka do të thonë definicionin e globalizmit t'ia japim, pastaj në radhë të dytë të tregojmë burimet e globalizmit, qëllimet e tyre, dhe pastaj edhe çfarë roli ka feja islame, na si musliman, çka duhet të bëjmë me këtë para këtij trendit botëror, si duhet të sillemi. Këto janë ato pyetjet gjithmonë në aspektin akademik, sikurse kemi thënë edhe më herët, gjatë shkrimit të temave të masterit apo të doktoraturës, shtrohen pyetjet e studimit, metodologjia e studimit dhe përgjigjet që priten nga ky studim dhe rezultatet që do të arrihen. Prandaj gjithmonë duhet të jemi gjithmonë kështu principiell dhe kjo metodologji e re vlen edhe për xhallarët në ligjëratat e tyre, në derset e tyre, ti shtrojnë në fillim disa pyetje të xhamatit dhe pastaj gjatë dersit ti përgjigjen atyre pyetjeve. Këtë mënyrë zhvillohet ajo drejtimi i ligjëratës në mënyrë më efikase dhe këtë mënyrë realizon qëllimet e dersit apo ligjëratës apo të intervistave. Sa i përket termit globalizim, edhe anglisht i thënë globalization, e arabisht i thënë el-aulama, është më rëndësi të bëjmë dallimin mes universalizmit dhe globalizmit. Globalizmi, apo arabisht el-aulama, tani për ata të cilët e kuptojnë sintaksin dhe gramatikën e gjuhës arabe, gjithmonë kjo fjali kur përdoret në këtë mënyrë el-aulama i vjen sikurse e keni top përpara dhe atë top tani e gjun përpara ti, e hudh përpara dhe ai topi sillet dhe nuk e din fundi ku i vjen. Ala wazni fawala. Po, i vjen ala wazni dhe me thonë atë peshojën e gjuhës arabe, apo të sintaksis arabe, haulema ala wazni fawala, dhe thot, jo ti vetë me shkua,
Jo ti vetë me hecë për para, po që tërkush tyje me qtyje për para. Edhe ti më rotulua pastaj dhe një zotë e din fundi se si do t'i vjen dhe ku do t'i vjen. Edhe këtu është ai termi e cila do të këtu ekziston një dorë e cila e shtyn këtë aksion për para, dora shtyrse, dhe ekziston vetë aksioni puna e cila do të realizohet nga vepra e shtymjes. Kjo do të thotë ka është globalizim, edhe nga kjo terminologji, po nga ky kuptim e kanë marrë fjalën globi. Të thotë i rrumbullakët në formë të topit, formë të globit, dhe të bëhet bota me një kulturë, me një ideologji, me një traditë, po ashtu edhe me një fe në emën të globalizmit, trendit të ri botëror. Kjo ishte definicioni i kësaj fjale globalizëm. Shumë shkurt. Ndërsa universalizëm, që ka të bëjë diçka me shumulije, gjuhën arabe i thënë shumul, të jetë e përgjithshme, e dobyshme për gjithë, ajo shtrihet vetvetiju, pa e shty dikush përpara, pa pas një dorë shtyrse që e shtyn një aksion apo një punë. Sigur se për shembull kemi të thot mesazhi i dinit islam që është universal. Është për gjithë, për çdo saqet të jetës, për çdo kant të jetës, për çdo rrafsh të jetës, thirrja është universale për gjitha racat, për gjitha llojet e njerëzve, për gjitha elitat, klasat e tjera. Pa në rregull zërimi moderator? Po, gjithçka është në rregull, patjetër, po. Shumë mirë. Kjo çka ka të bëjë do të thotë ka dallim të madh me universalizmin dhe me globalizmin. Mos i përzin këto dy terme. Pasi që i kuptojmë këto dy terme në këtë mënyrë, atëherë këtu shumë shkurt pëhim historikut pak, do më thonë, këti trendit të ri botëror dhe ku ja kanë mësye bota ato fuqit, super fuqit e mëdha, ku më ardhë, po, ja kanë mësu qysh herët. Dhe si pas historisë, do thotë, ka kundërshtime mes dietarëve dhe mes studiuzve, kur ka fillu saktësisht puna e globalizmit. Disa hulumtues ato kthejnë traditat dhe historikut periudhat e hershme të Firaunit, i cili ka konsideruar veten si thotë, dhe është mundu që do të thotë dominanca e tij, kontrolli i tij, sovraniteti i tij shtetëror, po me atë bot kuptimin faraonik të dominoj në Egjipt, po edhe jashtë Egjiptit. Disa studiues tjerë ato e shtyn akoma më herët në historitë e hershme njerëzore. Po mirë për neve nuk na intereson fort kjo, do të thotë, këto datat historike se ku ka filluar, neve na intereson mas shumti do të thotë tani çka po bëhet. Dhe tani që shohim la bereqitin e Kuranit dhe këtë islame, na si musliman se si të sillemi me këtë trend të ri që po i thajna pa që po quhet globalizëm. Traditë e hershme, historitë e hershme, çka thash, të Firaunit, çka në ala më herët të kinezëve, të indianëve, të persianëve, edhe ata janë munduar në ato traditat e tyre, në ato ideologjitë e tyre, do të thotë me pas një lloj globalizimi, sepse kanë qenë superfuqi në ato kohrat e hershme, për me dominu botën mirë, po kanë dështuar të gjithë dhe nuk kanë pas sukses. Kjo është edhe në rëndësi me ditë që janë munduar do të thënë një ideologji të praptë për me përhap, një ideologji të keqe, po dhe të dominojë njeriu si njeri, do të injorohet krijuesi Allahu si Allah, si Zot që na ka kriju, që na ka fal, dhe të jetë mbi gjitha forca e njeriu dhe dominanca e tij.
Mirë po, kur vjen një civilizimi, mbas civilizimit faraonik, çka thash, apo persian, apo indian, apo kines, na kemi pas edhe civilizimin islam, kështu që t'jemi më objektiv. Mirë po, të gjithë e din, ata studius, të gjithë e din ata cilët e kanë studiu në islame, dhe kanë lexuar për civilizimet dhe qëllimet e tyre, që civilizimi i fesë islame dhe përhapja e fesë islame në përtroje të ndryshme ka kanë shkuar muslimanët, nuk e kanë pas atë ideologji dominante njerëzore që ignoron krijuese, që e lufton Allahun, Zotin si Zot, krijuesin si Allah. Po jenë mundu fjalën e Allahut xhelle shanuhu për me qunë në vend që drita e Koranit të përhapet, mesazhi i Koranit që është mesazh universal për gjithë, jenë munduar që çdo kujt ja mësojnë me ndëgju këtë mesazh, po duke u larguar do thot nga ideologjitë njerëzore, ideologjia fetare e shpallur, të shpalljes nga Allahu xhelle shanuhu, që ajo të dominoj, ligji i Allahu xhelle shanuhu, nuri i Zotit, drita e Allahu xhelle shanuhu dhe Kur'anit. Kjo më rëndësi shumë. Mos me bë do thot krahasim të gabueshëm, se dikush mund me thonë, ja pra dhe civilizimet e muslimanëve, apo do me thonë dinastia Abasite, apo Emevite, apo ajo Otomane, Osmane, tani, edhe ata janë mundu me qenë dominant, po i popuj tjerë dhe kanë ekzistuar shekuj të tërë, mirë po, do të në dallimin se çfarë përmbajtje dhe çfarë kanë thirrë sunduesit musliman, dhe çfarë kanë thirrë ata sunduesit të dinastive të mëhershme. Aty është dallimi. Pasi kjo çështje kuptojmë historikisht, po dikush tani afrohet edhe më afër, kur ka filluar dhe modernizmi, koha e iluminizmit, apo të modernizmit industrial në Evropë, fjala bëhet për shekullin 17-18, po atëherë kanë filluar do të thotë disa rryma evropiane që ta luftojnë do të thotë çka është fetare, nën presionin e kishës, nën presionin do të thotë e kishtarëve të cilët kanë keq përdor edhe pronën njerëzore, pronën publike, kjo dihet fort mirë, vitet shekulli 15, 16, 17, po prandaj populli edhe jenë rebeluar, jenë shfaq, jenë tregu rebela dhe kanë bërë revolucion ndaj do të thotë bestytnive fetare për shkak të keq përdorimeve të postës apo të pozitës fetare. E ata në atë kohë, si që është ditur edhe njohur në histori fort mirë, kanë mytë edhe dietar, kanë luftu diturin, kanë luftu shkencën, kanë luftu çdo gjë që është, do thotë fetare në emër të fesë, e tani kjo sëmundje e shekullit 16, 17, 18, që kisha ortodokse dhe ajo katolike, sidomos për të që i kanë keq përdorur këto pozitat, kanë dalë tani modernistat, që i ka dhënë për rëndësi të madhe, jenë quajtur iluminista, po el munawwirun apo asru tanwir i thënë gjuhën arabe, i ka dhënë rëndësi logjikës dhe ka thënë që na duhet ta ndjekim logjikën, mendjen e shëndosh, dhe çdo gjë që është fetare, ato ta largojmë anash, ta lëmë. Dhe kështu që tani nuk e pyetje dhe shprehje as feja islame si fe, as Kur'ani si Kur'an, as fjala e Hazreti Muhamedit alayhis salam, s'vjen shprehje, pse e kanë çat bot kuptim të keq. Çat perceptim të keq e kanë, ashtu si e kanë pas më herët ndaj kishës, e tani mendojnë që edhe Islami është ashtu do të thotë një rrymë e cila është kundër shkencës dhe kundër dietarëve dhe e lufton dijen, e lufton logjikën, këtë këto do të rranat, të shpifjet, këto do të thotë që jenë mundu orientalistët anë mban do thotë të botës gjatë punimeve të tyre, e kanë bërë krahasimin e Islamit në atë shkallë me religione tjera apo me rryma tjera fetare që kanë në Evropë.
kundër shkencës. Prandaj, kjo rrim, çka thash, me këtë rrënjë historike, po kanë filluar me të madhe tani, shekulli 19 dhe 20, kanë filluar me të madhe, do të thotë, kur kanë filluar do të thotë edhe zhvillimi industrial, po i shteteve të ndryshme, i disa shteteve superfuqi do të thotë çka janë, kanë filluar me të madhe, ka marrë hop të madh në prodhimet e tyre, po në mjetet teknologjike që i kanë prodhuar në industri dhe jenë munduar që ato produktet e tyre teknologjike, po dhe industriale, që ato të përhapen në përvendet të ndryshme të botës dhe kështu që të jetë ajo teknologji e tyre e përdorur me të madhe në masë. Tani vim të çështja tjetër që na duhet mirë me kuptuar, po, këtë çështje, edhe me përhapjen tani të rrymave të ndryshme politike, që shumë shtete edhe në emër të demokracisë, e që demokracia nuk ka një definicion, nësa kom kuptua une, ende nuk ka dhe akoma nuk ka një definicion të përbashkët në tërë shtetet e Evropës apo të Amerikës. Parafërsisht, apo pothuajse që demokracia komentohet dhe praktikohet në atë mënyrë se si dëshirojnë ata parlamentarë apo ato shtete ta komentojnë. Do me thonë, nuk ka vija të përbashkëta, koncepte të përbashkëta që një demokracia është, një lloj regjimi, një lloj sistemi parlamentar apo politik është me një shtet. Kanë disa pika aty këtu pajtohen, mirë për shumë pika, se si zhvillohet dhe si funksionon, të thotë krejt, janë do të thotë një çpikje apo një trillim e një sistemi ashtu si ju ka konvenu çdo shteti. E në emër të demokracisë tani, çdo shtet, po mundohet që ajo me prezentua dhe me qenë dominante kundër tjetrës, dhe që në emër të globalizmit, po mundohen edhe ata, do thotë, çka të futen me të madhe, të jenë prezent mesin e tjerëve, tregun e shteteve fuqiplot, tregun e shteteve të cilët çka fjala tyre ndëgjohet. Këtë kohë tani, zhvillimi industrial dhe zhvillimi kapitalist me të madhe, edhe mostra të ndryshme të demokracisë, kanë ndiku që sot të shpallet një lloj lufte ideologjike psiqike. Një luftë ideologjike, një luftë psiqike kundër të tjerëve, e sidomos në radhë të parë muslimanëve. Arabisht i thënë kësaj meselës el-ghazwu el-fikri, apo el-ghazwu el-fikri, o thaqafi, lufta ideologjike apo kulturore ndaj një palë tjetër, apo një shteti tjetër, apo ndaj një besimi tjetër. E duke e keq përdor, do të teknologjinë, duke e keq përdor edhe të arriturat teknologjike, po edhe kanë në përfundim tani që një produkt që prodhohet me një shtet, një produkt, çaj produkt të jetë edhe shtete tjera. Me pretekst të globalizmit, të thotë një sistemi dhe një dhe rendi botëror, që të çdo shtet po mundohet ajo me qenë dominante në treg. Çdo shtet po mundohet, po thotë ekonomia e tij me qenë dominante të tjerët. Prandaj diçka që prodhohet në lindje, ajo duhet të jetë në perëndim, diçka prodhohet në perëndim apo në veri duhet të jetë në jug dhe në sjelltas. Po. Besoj që te këtu kjo si hyrje, do thotë historiku dhe qëllimi tani kemi ardhur te tema e kryesore apo te pika kryesore, që është një lloj garimi
një lloj tregu botror, po pjesë të distribuimit të produkteve, për njëtën në kohë, këtu është edhe distribuimi i mendimeve dhe i kulturave dhe ideologjive të ndryshme, që askush nuk gëzon me dalë para tyre. Do të thotë, kjo rrymë e re nga shtetet me teknologji të avancuar, me industri të avancuar, po mundohen që të jenë dominante tërë në tregun botror, po edhe në aspektin ideologjik, që ideologjia e tyre, kultura e tyre, mendimet e tyre, traditat e tyre, të jenë dominante çdo kund. Pa kushte dhe pa, të thotë, principe, dhe po mundohen gjithçka me çdo fakt, me çdo mënyrë, po mundohet që kjo do të thotë të jetë sa më urgjente në mënyrë dhe me pretekst kinshë se po eci me kohën dhe se koha po e bën vetën, kinse edhe na duhet t'i pranojmë ata se s'kem çare tjetër. Tani kemi ardhur, jemi dëshmitar të kësaj kohe, që besoj askush të nuk debaton apo kundërshton, që bota si botë duhet të thotë të gërshetohet me tregjet e tyre, me ekonominë dhe me biznese. Prandaj tregu është tani ajo dominante dhe intereset ekonomike syren me gjitha dhe intereset kulturore, fetare, damet që vinë nga ky trend botror, ekonomik, po edhe politik, gjëra tjera nuk ju intereson atyre. Po, çka ju intereson atyre do thotë ajo kultura atyre të cilët besojnë ata që ajo të jetë dominante dhe ajo të jetë çka prezente mirësim të tjerëve. Jenë ka mundohen këto përfuqit, këto shtetet që folëm, duke mos e cakto asnjë, por shtetet e perëndimit, përgjithësi, po edhe jashtë mëtej oqeanit, në Amerikë atje, që bota të jetë do të thotë një qenje, një glob, dhe të jetë do të thotë një fshat global, një katund global. E në atë katund apo në atë fshat, aty do të thotë nuk gëzon me pas perda mo, jo e kam fejen, jo e kam kulturën, jo e kam traditat, aty mo thehen çdo gjë, aty mo prishet çka të prohet çdo gjë. Pse? Në emër të globalizmit. Në emër të globalizmit dhe në emër të teknologjisë që duhet me ecë përpara. Një ngjarje, një ide, një fjalë, çka ndodh tani me një vend, një produkt që ka prodhohet, a marr parasysh se atë përshtatet me shijen tënde apo jo, a përshtatet përputhet me ideologjinë tënde apo jo, me besimet e tua apo jo, me familjen tënde, me fëmijët e tu, pa marr parasysh, ato tani e ke edhe prezent në familje, e ke prezent në tregun e qytetit tonë se ku jeton, ndoshta edhe prezent në fshatin se ku jeton. Ja, pra kjo është cilat na do të shohim produkte të ndryshme botërore nga gjitha viset e botës, pa dallim i kemi para veti, gjithmonë do thotë që me të madha është ka shon kjo. Pasi që këtë çështje e kuptum këtë aspekt, atëherë neve na duhet do të thotë tani diçka me ditë çka është më rëndësi që se si funksionon do të thotë kjo rrymë. Kjo rrymë funksionon në aspektin politik, në aspektin kulturor, në aspektin ekonomik. Në aspektin politik dhe kulturor, po mundohen ata që gjithmonë një kulturë përbashkët me qenë, ajo me qenë dominante, si tha më herët, po edhe në aspektin politik, po mundohen që ai i fort, i ligji të fortit, ai me qenë prezent, ndërsa ai dopti
ai të dorëzohet para ati të fortit, po mundohen çmos të të me bo në emën të globalizmit, në emën të përparimit, në emën të shkencës. E këtë çështje tash, kush ndikon këtë aspekt? Çka folëm më herët, që produkte tregtare, çështjet kulturore, çka ka të bëjë, do të thotë, ushqimet, teknologjia, edhe arti, edhe ndërtimi, gjithmonë ajo do të thotë edhe stilet e jetës të jetë një stil, apo ta keni stil muslimanet. E kush e ka luajtur këtë rol tani mas shumti? I ka luajtur ato kompani të cilat kompani të mëdha, të cilat kanë efekt të ndikim të madh në tregun botror. Edhe këtu tani, nga kjo rrym, jenë shpall një klasë të zengjinave, pasurve, dhe një klasë, do të thotë, e të varfurve. Kanë punu, do të thotë, ditë e natë për me jetue, ndërsa klasa tjetër, ajo klasë e cila qka po mundua me punë, me shumë vështërsi, e ka realizu dhe i ka arrit qëllimet e jetës, apo i ka përballuar sfidat e jetës. Nëpërmjet mediave, këto ideologjit kanë marrë hovë të madh, nëpërmjet kompanive të ndryshme kanë marrë hovë të madh, dhe kështu që tani na kemi hinë mes kësaj loje dhe s'kemi vend ku me ikë dhe s'ka me bë. Kjo është realiteti. I pasojave negative të globalizmin në aspektin ekonomik është përhapet madhe kapitalizmi, është dobësua produktiviteti lokal apo vendor, gjithmonë shohim tash kemi sidomos disa vende shtete që kanë të varfura, që lufta i ka shkatruar edhe si të na vëtrojet ballkanike, mas shumë t'i kushtojmë rëndësi që ka importit se sa eksportit. Po, është rritë papunësia e madhe e popujve, shtetet e mëdha atërshtohen ma shumë me pasuri me zengjëllëk, ndërsa shtetet e varfura ata përfrohen ma shumë. Kur kërkon ndonjë shtet i varfër, apo ndonjë popull, apo ndonjë individ i varfër, ndonjë investim, apo kredi, ato bankat, merë çka tash. Kapitalistët i japin ato kredi do të me fajde dhe me kamat, kështu që atë varfërin që ka përdojnë me investua, përdojnë me punua, ato e lodhin dhe e mbysin ma shumë, dhe shkatrojnë ma shumë, përhapet kultura e konsumimit, harxhimit të populli, ndërsa kultura e prodhimit bjen poshtë krejt, dhe kjo është ka ndikuar edhe negativisht, vjen keq, po na jemi dëshmitar, edhe në botën arabe me të madhe, sidomos shtetet e gjirit, ku jemi edhe na për momentin, që jenë disa fabrika, prodhime është në nivellet bazike. Kanë mundësi këto vendet, të burimet, të gjirit persik, shtetet e gjirit persik, burimet e naftës, të gazit natyror, ta kanë forcë dhe mundësi me prodhu që mos mirë, po ato fuqit, superfuqit e mëdha, kanë ndikuar që të këta të përhapët e kultura e harxhimit, kultura e luksit, kultura e demelis, jo prodhimit, po kultura e pushimeve, mirë po jenë vetëm gjanat minimale që nuk bën asnjë shtet pa ta, kështu jenë duke ecë përpara. Ndërsa realiteti të vendet islame, të vendet e pasura, që Allahu xhaleshanu ju ka dhënë bereqet në tokë, ta mund me prodhu çmos dhe me qenë rival, me qenë kontestus të atyre shteteve mëdha. Se ju ka dhënë Zoti xhaleshanu bereqet mbi tokë me njerëz, po ju ka dhënë edhe bereqet nër tokë, do të thotë
me resurse natyrore të ndryshme. Mirë po, mirërisht, ai trendi botëror është duke keq përdorur edhe pasurinë e këtyre dhe se është përmjerim e ndoshta vjen ai ditë do thotë edhe këta zgjohen mbi gjumit dhe kuptojnë veten se ku janë. Klasat e miliarderave, të pasurve, milionerëve, po, saqë statistikat e fundit na tregojnë 360 miliarder që posedojnë nga pasuria që kanë pati sa 3 gjysma e botës. 358 miliarder të botës, pasuria e tyre peshon apo është barazi me pasurinë 2.5 bilion të popujve. 358 veta kanë pasuri sa 2.5 bilion njerëz. E kjo nuk ka drejtësi kjo. Nuk ka drejtësi i distribuimit të pasurisë, të resurseve. Mirë po trendi, kjo i ka bo këta dhe mirërisht tani faktet apo ta janë pasojat negative. Është një trend jo i drejtë. Ai forti, shteti i fortë jamon krahun atij shtetit fort. Shtetet e dobta nuk kanë përkrahje. Prandaj shohim tani edhe këto shtetet e dobta, apo shtetet e muslimane ku janë, po kemi të thotë tani popujt edhe me standarde të ndryshme. Nuk janë domethënë pli mendimit, nuk janë domethënë vendos, po herë ashtu, herë kështu. Herë me perëndimit, herë me amerikan, herë me arab, nuk janë vendos të thotë kanë ndiku negativisht edhe në zemrat e tyre, kokat e tyre, shkaku dhe sheri i globalizmit. E mos flasim kulturën e argjimit, kulturën e konsumimit, ndërsa kultura e prodhimit ajo është e vdekur, edhe një prej shkaqeve tani edhe gjendja ekonomike, tani më të shumë shteteve që janë të lodhur ekonomikisht, po edhe shteti ynë që nuk është në nivel, po prodhimi ka ra. Prodhimi ka ra, ndërsa populli edhe ata e kanë dhe thotë atë kulturën e harxhimit, vendjemasis, domethënë luksit, po ndërsa prodhimit, përdorimit mirave, si kanë qenë gjeneratat e hershme, që kanë punuar tokën, bujqësinë, po baktin, tregtin, nuk është në nivel. Këta e disa paja negative të globalizmit, në aspektin të fushën apo rrafshin ekonomik dhe ideologjik. Në rrafshin tash, në fetar, apo kulturor, apo moral, mos flasim edhe këtu. Këtu do të tash, jemi dëshmitar të kësaj kohë që këtë trend me këto rryma, që një klasë të pasurohet, një klasë të varfrohet, të mos ketë distribuim të drejt të pasurisë të njerëzve, që ka bo? Ka ndiku që tash superfuqit e mëdha që manipulojnë dhe t'i kontrollojnë këto shtetet e vogla apo shtetet e dobta, dhe ata do thotë t'i dirigjojnë ata dhe politikën e tyre dhe ardhmërinë e tyre. Jemi dëshmitar të kohës sa luftra tani i kemi pa që jenë bë në këtë kohë tani, kohën moderne, kohën e teknologjisë, duke filluar luftrat e përgjakshme dhe masakrat serbe që kanë bën troje tona ballkanike në Kosovë, në Bosnjë, në Maqedoni, po e tani do arë masakra tjera që po bëhen në Siri, në Libi, në Yemen, në Egjipt. Do thotë është ka digjet bota sheri i kësaj rryme apo i këtij trendi që po i thënë globalizëm. Është ka kallet bota, mirë po, pak janë ata cilët e kuptojnë se ato shtetet e mëdha janë të dominuar, të kontrolluar çdo gjë, mirë po, mirërisht muslimanët apo liderët musliman ende nuk po dojnë me i kuptohë këto realitete. Vllaznillëku, dashuria e popujve,
kara në nivel do thot kara, dhe është bë çdo popull është bë do thot egoist vetëm për vete, për familjen e tij, dhe ndoshta shteti afër te që është 50 km, 100 km, aty bëhet gjakderdhja, digjet, bombardohet, ndërsa ti këtu nuk brengosesh fare. Dhe këtë gjendje ka ardhur që edhe nga zemra do thot ta na largojnë, të na luftojnë në zemër, që ta luftojnë edhe ata dashuri ndaj vllavut tonë musliman apo ndaj atij të dopti, po çka? Secili për veti. Edhe ja, pra kjo është ka bëhet, dhe kjo është do të jemi dëshmitar të kohës, që mirërisht kështu është duke shku, dhe nuk po shohim tani ndonjë dritare, apo nuk po shohim tani, nuk po prediktojmë ndonjë përmirësim të shpejt të gjendjes. Mirërisht na vjen keq, na vjen. Pse? Kjo është për i konvenon atyre superfuqive të mëdha, ndërsa të tjerët, po, le ta paguajnë, edhe vdesin, po, le të digjen, le të shkatrohen, dhe nuk lënë ata fuqitë e mëdha tani, çka edhe për bashkimin e muslimanëve, apo për përkrahjen minimale, vllazërore, mjekëve, ndihmave humanitare, po janë vu do të thotë kushte të rënda, sanksione të mëdha, pengesa të mëdha, bariera, dashur edhe me shku, gjitha rrugët gati i ketë mbyllura, po çka me pretekste, kinse terrorizmin po përkrahet, kinse terrorizmi po merr hovë të madh, kinse po bëhet shpërlarje e pasurisë të hollave, e kështu me radhë. 2011 ka krizë lufta në Siri, që ta gjejmë 2019, 8 vite po bëhen akoma bombardimet nuk më nalen, bombardimet e rusëve po në Siri atje. E shtetet aleate si Irani, po e Hizbullahi, të cilët po bashkëpunojnë me ata, kundër do thot atyre të cilët po i lypin drejtat e tyre minimale. E mos flasim edhe për raste tjera. Çka është tani obligimi i muslimanit para rrymës, para globalizmit? Na tani, çka duhet me bë? Çka duhet me bë na tani këtu që këtë gjendje, këtë vulkan që po kallet bota, po na sulmohet feja, po na sulmohet morali, po na sulmohet identiteti fetar, po na sulmohen traditat e mira, po na sulmohen çdo gjë, çka me bëna? Ka me hik? Çka thot Kurani, çka thot Muhamedi alayhi salatu wassalam për këtë çështje? Këtu i kemi 4 opsione përpara. Dhe besoj që këto opsionet mirë duhet me kuptua dhe me këshyrë se cilën opsion po e zgjedhim. Opsioni i parë është asimilim plot, shpërlarje të kulturave, të ideologjive, edhe na të bëhemi si ta, edhe pa problema tërë, do dalim nga kjo kriza ekonomike, morale, si pas atyre. Një opsion, mu bon si ata, krejt. Opsioni i dytë, me luftua tërësisht. Assimilation, al-insihar al-thaqafi, wad-dini, wal-fikri. E dyta, ar-rafd, al-mutlaq, refuzimi absolut i globalizmit, me i këti dikun në përmal, në përvisa malore, me i shkretin dikun me jetu me një shatar, dhe me i ka kjo bot, dhe me jetu o vetë, kjo është një opsion. Opsioni numër 3, me bë seleksionizmin, me seleksionu dhe me zgjedh, po çka është mirë me pranua dhe çka është keqe me refuzua. Çka përputhet me fenë tonë islame,
me sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, e me imet kuranore, ato me pranua, dhe çka vjen në kundërshtim, ato me refuzua. Dhe thot, refuzim të asimilim të plot, pa imunitet, pranim absolut. Opsioni dytë, refuzim absolut, me ik dikun, mu vetmua. Po, opsioni tretë, me të zgjedh çka është mirë dhe me e la ato çka është keqe. Dhe se opsioni numër 4 është me bën një lloj modifikimi apo islamizimi i këtyre traditave, i këtyre rrymave dhe këtyre gjanave do thotë çka sot janë kanar në jetën tonë. E pa dyshim dietar thajmë, të gjithë klasin që muslimani duhet me pas parasysh këtë çështje që ai të bëjë seleksionimin e asaj çka është e mirë dhe ta refuzoj ato çka është e keqe dhe të mundohet që edhe ato të ardhurat në aspektin teknologjik, në aspektin ekonomik, në aspektin shkencor, në aspektin kulturor, të mundohet që ai të bëj një lloj islamizimi, një lloj modifikimi të atyre gjanave që janë të trashëguara nga perëndimi dhe nga kultura tjera në emër të çka? Në emër të globalizmit. Prandaj, kjo është më rëndësi që na, çka na vjen nga perëndimi, nuk bën me pranua gjithçka. Dhe këtu tani duhet me qenë pak ma kritik dhe ma aktual. Deri kohët fundit shumë vonë na e kemi pas edhe hijabin edhe havalen, mbulesën e nanave tona, grave tona, motrave tona, atë hijab apo atë mbulesë tradicionale, sa që kemi qenë krenar dhe thot me kulturën dhe me moralin dhe me edukatën tonë. Tani me pretekst se po shkojmë në perëndim, po shkojmë në Zvicër dhe në Gjermani, është refuzua hijabi, është refuzua mbulesa, po është refuzua ajo tradita e moqme, do të të veshjes, dhe jemi evropianizu, jemi amerikanizu, jemi gjermanizu, nëse bënë më shprej kështu, jemi bo ma të këqi se ata, po ja u kemi të i kalu edhe atyre me veshjen tonë, që askund nuk ka simptome shqiptare apo islame shumica prej tyre. Vetëm ato kanë garujt Allahu xhaleshanuhu me pretekst se edhe na po shkojmë po ecim me perëndimin. E kjo është gabim. Ky gjest nga prindi, po, që ka shku për me kërku kafshatën e gojës në perëndim në Zvicër, në Gjermani, në Finland, në Suedi, me pretekst që të zhvishet dhe asimilohet krejtësisht, kuku për ato se çfarë gjëna i ka bë, që e ka eke dhe mbulesën dhe habalën e gruas vet, të fëmijëve të tij, dhe kalon i bidat keq, e kalon i tradit keq e mas veti, kanë me mallku ato deri në ditë kiametit. Nipat e stërnipat, çdo kush ka me ardh, po pse s'ja u ka rujt atyre kulturën dhe s'ja u ka rujt atyre fejen, s'ja u ka rujt atyre traditën, edhe pse na kemi shku në Zvicër dhe Gjermani, po na nuk ka patjetër më bo sigur ata mos asimilu krejtësisht. Nuk ka patjetër me pranu globalizmin dhe rrymën globale, edhe unë si ata më bon. Çka është ma keqja, me pretekst të punës, kese me lyp punë, po shumica jenë konvertue, e kanë ndrua fejen, e kanë qitë po kryqin në gjoks, po edhe kanë shku kanë kërku ndihma në kisha të ndryshme, në vendet të ndryshme, dhe se si intereson ma atyre puna e fejës, po apo e islamit.
kryesore, çka po thënë ata? Mu kush ma siguron kafshatën e gojës, bukën, unë me ata jam. Vaj halli për ata, kuko për ata, që u bë globalizmi sebeb për të shkaktar, që ata do të thotë edhe me ndrua dhe fejen, më u konvertua, do të thotë në fej tjetër. Çka është ma keqe dhe ma keqe, mo të këta persona që nuk din me selekcionua, çka është mirë dhe çka është keq, po ta është jenë gati vetëm me shkum përëndim, lloj punë me bo, jenë futur dhe punat të ndryshme, në për kafenet të ndryshme të punu, në për barat të ndryshme, në për klubet të natës të ndryshme, me pretekst se unë po bëj biznes apo po bëj punë, jam duke gjallnua, duhet me mojt familje, e mase çfarë punë po bën, kjo nuk ka më rëndësi. E mos flasim pastaj me metodat e veshjes, që po na kthejnë gjatë pushimeve verore. Te na, me çfarë veshje, me çfarë dukje, me çfarë pamje, me çfarë shenja. Mos flasim. Asimilim, shpërlarje, truni, total, moral, krejt. Asgjë që ka me vetëm si figurë, si njeri, edhe gjuhën, bili disa edhe gjuhën e nanës e kanë harruar gjuhën të tyre që kanë shku në atë vend. Pse? Me pretekst që unë po kam dëshirë fëmija ime me mësu gjuhën angleze, apo gjermane, apo kuta dion, dhe sa më rëndësi më gjuhën nanës. E vaj halli për ata, prind, të thot, ku kanë luftu dhe gjuhën e tyre, e kanë luftu dhe traditën e tyre, të thot, kombëtare, traditën e tyre fetare, traditën e tyre kulturore, dhe me pretekste jenë, të thot, me ecë me globalizmin, me ecë me kohën. E këto mendime, këto gjeste, normal feja islame refuzon dhe i ndalon dhe i bëjmë apel atyre moni qështu. Edhe pse jeni në përëndim, edhe pse jeni atje duke jetu, mani atë originalitetin e juj. Rini original, ashtu si jeni, ashtu si ju ka kriju Allah Gjeleshanu, ashtu si keni trashëguar këto vlerat morale dhe kulturore nga prindërit, të runi që ta. Kosova krenohet me juve, edhe na krenohemi kur ju nuk tjetërsoheni. Po, modifikoheni, bëheni për të mirë, punëtor më të vyshëm, e mësoni gjuhën e huaj edhe gjuhën e nanës, mësoni edhe profesionet e ndryshme, bëheni mjek me profesion mjek të njohur, bëheni njerëz të industrisë, do të thotë me zanate e profesionet e njohura, që gjithmonë na kemi qenë suksesshëm, edhe shqiptarët gjatë historisë, ka kanë shku, kanë qenë suksesshëm, jenë bon përmendur, i se jenë taft, i kanë këto, shkon kjo punë, kjo me tradita, genealogjike me gene shkon, jemi taft, mirë po, pri ashtu si je. Bono punëtor, bono i dashur, bono i sjellshëm, bono i besueshëm, bono i pastër, bono mikpric. Gjitha këto vlerat njerëzore, për t'i shet tyje, ai fejes tjetër, ai ka me lakmut e ti, ai ndoshta bëhet një ditë musliman, e jo kundërta ti me ndru fejen tënde shkaku dhe me të anës do thot me pretekst material apo se ti po lakmon anën materiale, po lakmon do të thotë për jetën e ti, për të hollat e tia, të krena nuk po të intereson çdo gjë. Asgjë s'po të intereson. E islamizimi i disa shkencave tani që kanë vinë neve, shkencave ekonomike, shkencave politike, shkencave dhe psikologjike, medicinale, që kanë vinë disa gjana, që ka i mësojmë përëndim, apo i mësojmë në universitetet tjera, që globalizmi tani mundohë çdo kona e shkencë me qenë e njëjtë, tu feja islame ka mendimin, e ka sistemin e tij se si dhe më gjetë para këtyre do të thotë rrymave të reja që sot na kanë ardhur. Sa e përket islamizimin e ekonomisë, vetëm një shembull të babi, ata na kanë ardhur tani edhe me idenë që ka qenë qyshmëti, edhe me idenë e kamatës, po, dhe fajdës, që sot që sistemet bankare, pothuajse në tërë botën, jenë ka funksionë kështu, pse pa kamatë ata si besojnë, thënë, nuk hecë ekonomia përpara. Këtu tani Islami ka dhënë opsionin dhe ka dhënë alternativen
duhet me bëj islamizimin e ekonomisë, kamatën me luftua dhe mos me pranua, po çka me aktivizuat pasuri, domethënë vryma dhe burime tjera, metoda tjera islame që janë halal. Që janë halal. Dhe sot kemi aso banka islame, sot edhe në Londër, edhe në Paris, edhe shumë shtetet perëndimit, që sot punojnë dhe thot me transakcione islame halal. Nuk në atë bankë nuk ka dhe thot kamat. Po jenë tregti llojet e transakcioneve dhe tregtive, nuk është tema sonte me shpjegu detajisht, ata koha nuk është sonte me shpjegu detajisht, jenë edhe në islam, vazhdon biznesi, vazhdon jeta normale, po pa bëhet gjuna, pa bëhet haram. Kjo është islamizimi i ekonomisë me një aspekt të tëm. Islamizimi çka? I shkencave medicinale, çka na vjen diçka nga perëndimi, në emër të globalizmit, në rrymës trendit të ri. Studentët tanë që studiojnë medicinë, doktorat tanë që shkojnë, na duhet të pas parasysh disa gjëra që edhe aty feja islame ka ndërhyrë dhe ka dhënë alternativë mendimin. Kur vjen fjala e abortit. Tash disa vende katolike me ndikim nga kisha nuk e kanë të lejuar. Po disa vende nuk ka problem hiç. Ndërsa të muslimanët do të me qenë ajo prezente se ku t'i vjen shpirti. Po mitë të embrionit, po t'i vjen shpirti, po atëherë nuk bën, si të thotë si të bëhet krijesa e embrionit në barkun e nanës, dhe e vjen meleku, dhe shpirti nga Allahu xhaleshanuhu, dhe i shkruan ballin e tij se kur ka me dek, sa ka me qenë musliman, as ka me qenë musliman, dhe ka me fitu rizkun e tij. Po atëherë këto, si gëtojnë nëna tona, apo ata mjek, apo me në për klinikat e tyre dhe thot me praktikua abortin, ndoshta edhe mënyra ilegale për dikon, edhe pse i ka bo foshnja 5 muj, 6 muj, nuk e ka dert. Prandaj këtu ndërhyn feja islame dhe të stop, sa është krim njerëzor dhe gjuna dhe haram. Edhe kjo është një islamizimi dhe të çka i shkencës medicinës, këtë aspekt. Po ata nana tona, po vajza tona, motra tona, që nuk lindin, që Zoti Xhaleshan nuk ju fal evlat. Tani janë eksperimentet në ndryshme tani laboratorike, se si do thot arritet deri te shtatzënia. Çdo gjë që ka me zburit dhe gruas, është halal. Mirë por unë Zot, me bo diçka me ndodh, me shku me marrë dhe thot dikuj tjetër. Po, dhe pastaj që ruaja jeme, apo vajza jeme me ngel shtatzën, kjo është haram i madh. Të duhet me ndërhy, dhe feja islame ka ndërhy, dhe jenë të vijat kuqe, dhe thotë që nuk bën me i te kalu. Kjo është zina, po më mënyrë tjetër është. Nuk të falë Zotë e vlat, po, a është fajt e ti, apo fajt e ajo, i kemi po kontrollat mjekësore, e tash, edhe duhet më pajtu me kaderin Allah Xhaleshanuhu, çka mundemi me përfitu nga medicinën, në kornizën e halallit, me zburit dhe gruas, na duhet me lyp ilaç, duhet me lyp shërim. Mirë po, çka del rreth, do të burit dhe gruas që janë halal, aty feja islame ndërhyn, dhe thot stop, dhe edhe pse globalizmi apo shkenca i ka ardhur me këto, do thot ka zgjidhje tjera, kjo nuk lejohet. Tani çka jemi dëshmitar të kësaj kohë, në globalizmit dhe kapitalizmit, arritjes tek pasuria. Sot janë disa nona, disa gra në botë që ata i përdorin, po barkun e tyre e përdorin, po si me qira. Do thot shtatzanin, ngelin shtatzan për një periudhë caktuar, normal në laborator, nga burrat huaj, dhe për atë periudhë, gjatë shtatzanis, ato paguhen. Si që është rastet në Indi, në Ukrainë, në vende tjera, do thot i thënë arabisht istijarul arham. E merr me qira, më thënë një bark të nënit tjetër, për me arrit të thot frytin e fëmijës, ky burr apo ky
djali i cili nuk ka. Edhe këtu ndërhyn feja islame dhe thotë stop, s'ka do të thotë edhe pse globalizmi, teknologjia kanë ardhur me këto rrymë, me këto trende, këto do të kthehen vijat kuqe dhe nuk guxon ti po këto rrymë, këto gjunahe askush. Këtu prandaj ndërhyn edhe bëhet islamizimi i medicinës, jo keq përdorimit klinik dhe shëndetësor, se këta vijat kuqe për muslimanët ta nuk gulen. Ndërsa të tjerë janë të lirë, sepse nuk kanë pengesa sipas ideologjisë dhe besimet e tyre. Çka bëjnë disa tradita psikologjike dhe shkencën e psikologjisë, se si shërohen problemet psikologjike të rinjve, të rejave, apo të moshuarve, çka bëjnë diçka për problemet e perëndimit dhe botën e perëndimit, për jo muslimanët, ato problemet psikologjike apo kulturore nuk bën na me art me i praktiku të studentat tanë, me muslimanët. Edhe pse kjo trend normal botëror, sikur se sot që i kemi do thot çka çështja do thot e boyfriend apo girlfriend, që po mundohen shokë dhe shoqë mund jofton në universitet para se mu lidh me kurort martesës, ata me hec rrugëve, ata me që me pas një jetë të lirë, me shku me harë në shtëpi ajo vajza, apo ai djali, apo kjo me shku atje me kalu jetën private, hala pa u lidh në të kurorën e martesës. Po, edhe pse kulturë globale po bën në Amerikë, në Evropë, në Perëndim, na me vajzat tona, me nipat tona, mesat tona, do të me luftu dhe i maksimum të me thonë jo se të ndërimi islami, këto do të më bëj islamizimin e jetës tonë. Se kështu nuk ka feja islame kundër martesës. Martohu, po, dhe bëhet diçka me halal, kurorzohu, pastaj vazhdoj jetën. E më vazhdoj jetën pa përgjegjësi dhe me ik nga përgjegjësia, këtu thash feja islame ndërhyn dhe thot dalu dhe rregulloj jetën. Edhe islamizmi i shkencave humane dhe njerëzore, humane, të shkencave të ndryshme, çdo karakter, çdo çështje çka vjen ndesh me fenë islam e hekim. Atë karakter apo atë element, sa gjëra të tjera çka nuk vijnë ndesh na i pranojmë. Kartelat bankare na kanë lehtësuar neve transaksionet tona sot në online me bë transferimin e të hollave, halal, por gjë nuk ka. Të nxjerrim kartela do thotë holla ku po ki nevojë në botë, në çdo aeroport, çdo qytet, këtë janë mirë sa ardhura, teknologjia i ka lehtësuar jetën e njerëzit. Po, makinat të ndryshme, përdorimin e makinave, domethënë, aeroplanave, e vjetëve tjera, janë mirë sa ardhura. Çka ka ardhur globalizmi, çka ka ardhur kjo trendet, diçka kundër njerëzit, kundër kulturës, domethënë, kundër të mirave, këto na duhet me dha stop në mos me pranuar. Ndërsa na duhet me ecë me kohën, na duhet me ecë me teknologjinë, duhet me ecë me shkencën, duhet me respektu dietar, duhet me nderu dietar, me dhënë përparësi dietarëve, mësuesave, profesorave, studentëve që studiojnë, me mundësu jetën atyre, me kriju, me mundësu bursat shtetërore, përkraje shtetërore, vetëm ecni përpara. Mirë, për ju lutem, na kur i japim bursa atyre, kur i dërgojmë ata jashtë me studiu, nuk presim nga ata ku të na kthejnë shtetin ton, vendin ton, ata me na luftuan neve dhe me na ardh me ide të çoroditura, antihumane, antifetare, antikombëtare. Shkenca globalizmi ka provë edhe çështjen e klonimit, po krijimi do thotë të krijesave njerëzve të kafshëve apo të njerëzve do thotë në laborator, mirë po këtu feja islame ka ardhur dhe ka ndaluar rrepsisht këto gjëra ku keq përdoret shkenca. Bombat atomike që janë destruktive, të më thonë, që shkatrojnë, që janë përdorur në Hiroshima dhe Nagasaki, edhe kjo është dhe një keq përdorim i shkencës dhe i diturisë për me shkatru dikon tjetër. Dhe sot, për shkak të mungesës të vlerave morale dhe etike, shpirtërore dhe fetare, sot edhe botrat sot nuk janë gati me kontrollu vetën e tyre, vetëm se cila mundohet me qenë ma forcë tjetra dhe me friguat do thot me teknologji dhe me bomba
atomike çka posedon, në emër të globalizmit, në emër do thotë të teknologjisë. Ndërsa Islami këtu që është e dashme, çka është domethënë destruktive, jo e mirë së ardhur, nuk e toleron fare. Këto ishin pra ato rrymat, kjo ishte ajo rryma globale apo globalizmi. Dhe këta janë ato rrymat të luftës ideologjike apo të luftrave ideologjike që sot po luftohen muslimanët, dhe po luftohen të rinj, dhe po luftohen të thot ato shtetet e dobta, që na duhet me pas kujdes. Prandaj nuk jemi për asimilim total, do t'i ruajmë vlerat tona morale, kombëtare, historike, tradicionale, fetare, jo për asimilim, jo për refuzim total, se na nuk kemi qare pa një jetë, pa u përzi, të thot na nuk mujna me shku me jetu në përvise malore, e shkretina, e me gërsina, po na jemi njerëz, jemi gjallës edhe na njerëz, si e të tjerë, prandaj, qka? Nuk refuzojmë, çdo gjë, po qka? Zgjedhim çka është e mirë, dhe refuzojmë çka është e keqe, dhe çatë mirën pastaj çka e zgjedhim, po ato mundohemi me dhënë kahje do të thotë, si tha më herët edhe dietarë si kanë shpjeguar, Islamization of knowledge, Islamization of science, se shkenca apo ditoria ata nuk janë musliman apo krishterë, ditoria unë ditori, po që kam qëllimin të islamizimit tyre, ato vetit, ato idet që kanë anti-islame, ata me spastrua, ata me i hek, si thash kamatën, çdo gjë që ka bën aspekte medicinal, që nuk përputhet me fenë islame, ku shkelen normat dhe drejtat të fesis, do të thotë drejtat e Allahu xhaleshanuhu, po aspektin ekonomik, kamata, fajdja, rishfeti, po korrupsioni, këto gjëra që teja i lufton, ka do të thotë i hekim dhe islamizojmë do të thotë ekonominë, i pastrojmë këto elementet që janë anti-njerëzore dhe anti-shoqërore dhe e lëm atë ekonomi të pastër për me mbajt të thotë gjallërinë dhe tregtinë. Këtë mendim, apo këtë metodologji, apo këto fjalë i ka thënë edhe kryetari i Bosnës Rahmeti Bashkirti Ali Izetbegović, po shkrimet e tija, që duhet ta kemi edhe në një metodologji të seleksionimit. Mos të pranuash çdo gjë që na vjen nga jashtë. Mos po koni hymet i çoroditur, po me shku mas të tjerit në mënyrë çoroditur. Po duhet me qelë syt dhe kemi me dek, të kemi me dalë para Allahu xhaleshanuhu dhe do t'japim përgjigje, si ka thënë Allahu xhaleshanuhu në Kur'an, waqifuhum innahum mas'ulun. Ti urdhron me laqet, ndalni këta kriminal apo këta musliman, të më thënë mahsher, atë ditë kur do dalim para Allahu xhaleshanuhu, sa ata do t'japin përgjigje dhe në përgjigje për jetën e tyre, për mendimet e tyre, për gjestet e tyre, për mendimet e tyre. Është shpërdorur edhe shkenca, edhe qëllimet e luftrave sot, çka po bëhen në emër të çlirimit apo në emër të demokracisë, në emër të më thonë qëllimet e ndryshme, është shpërdorur edhe përdorimi të teknologjisë, siç e kemi edhe rastin historik të luftrave të ndryshme, sidomos në Vietnam, po masakrat dhe kërdinat, po çka janë bërë atje. Shtetet kolonialiste të ndryshme në përbot që kanë bërë, e masakrat e tjera anë mbanë botës në Afrikë, e të në Balkan, është keqëpërdor, do thot, edhe shkenca, edhe të arritura teknologjike dhe industriale. Prandaj Islami dhe globalizmi po përfundoj, na nuk jemi kundër globalizmit, po na jemi çka me pranu ata çka është e mirë dhe me refuzu ata çka është e keqe. Në aspektin moral, kulturor, tradicional, historik, petar, çdo gjë më njëherë na duhet me aktivizuar programin tonë brendshëm, atë aparatin tonë brendshëm edhe me këshirë. Kjo a ka diçka kundërshtim me fenë? A ka diçka kundërshtim me moralin? A ka kundërshtim? Faleminderit, thank you. Edhe that's it. Nëse s'ka kundërshtim, welcome, mirë se ardhur. Prandaj jemi për një jetë më të mirë, jemi për një jetë më të avancuar, për një teknologji, për një paqe, për një, do thot, për një
reciprocitet për një koordinim të mes shteteve, të thot përfitime shkencore, kulturore, mirë po, thot me pas kujdes që të mos cenohen këto vlerat morale fetare, tradicionale, kombëtare të vendit tonë, sepse i kemi amanet. Kjo është që mujtë të pika shkurtra shumë për çështjen e globalizmit dhe Islami ka që globalizmit, të thotë që ka një alternativ me kujdes me qenë çdo gjë dhe me ecë me kohën, po jo mu asimilua, jo mu tjetërsua dhe jo mu po artista apo me gjuhën e Kuranit apo munafika, fytyrësha, po këtu musliman e ku shkojmë atje? Jo musliman. Apo se si këse disa arab që i përshkojmë na, apo arab ka mjerisht, kur po jenë kësaj dëntojet në Arabi, po mlohen krejt, si dalin përëndim atje, tjetërsohen krejt, nuk i njohësh, ndoshta edhe turpohen që jenë musliman. A nuk do të turprup që jemi musliman, jenë aeroplan nuk o duhet. A i po pinë alkohol, po ti mos pi alkohol. Po a i po pinë duhan, ti mos pinë duhan. Po a i po shkon, do të thot vende ku është haram e shku, po ti mos shkon. Shkur që nuk ka. Të thot, edhe unë jem përëndim, po të ka dhe përëndim. Mi qanë ka staf halal që prej, nuk ka pa tjetër me shku mangër haram. Po dhe përëndim ka dhe thot restorante halal, nuk pa tjetër me shku restorante haram. Po dhe përëndim ka pun halal me bë, nuk pa tjetër pun haram me bë. Prandaj, vetëm a ki iman, a ki zemër, a ki kultur, a ki tut Zoti Gjeleshani. Edhe në Kosovë që është. Edhe për liderët tanë, edhe për shok tanë, duhet në të thëtë me vetë biqua popullin, të i qërtua ata, e kini kujdes, ka është të mirë shtarë. Po duhet me pasë të eleksionimin tonë të vëtët vetë dijen tonë me pranu që është e mirë dhe me refuzuat e që është e keqe. Allah në ndihmoft, Allah në rojt nga çdo e keqe, Allah e vetisoft popullin tonë, xhamatin tonë, vëllezërit tanë, studentët tanë, kudo që t'janë, ata që kanë përëndim, Allah i rujt ata nga çdo asimilim, nga çdo rrezik, fëmijët e tyre, nipat e tyre, familjet e tyre, inshallah fitojnë rizq halalit dhe largohen nga harami, se edhe ata vdesin, edhe na kemi me vdek, prandaj keni kujdes se si po shkojmë te Allahu Xheleshanu. Besoj që kjo është e qartë, sa i përket kësaj teme shumë aktuale, sipas mendimit tim, të shumë do thot me rëndësi të madhe për një musliman bashkohor, se siç ka mendon do thot Kurani apo Islami, edhe pse na do thot këtë aspekt s'kemi pru hadithe dhe ajete për çdo problem. Po pse shkaku i kohës, po për çdo çështje na kemi hukmin ton, e kemi ligjin ton islam, halal apo haram. Këta varet se çfarë problemi kemi. Ato raste që e përmenda më herët, të gjithë janë të haram dalune, do të thotë aspektin ekonomik, medicinal, shkencor që e përmenda të rastet, argumente ka sa donin Koran dhe në hadithe të pejgamberit alayhis salatu wasallam. Ju falenderoj për ndëgjim, ju falenderoj për kohën që keni ndajt, kush na ka ndëgjuar, apo kush do të na dëgjon. Shihemi inshallah në emisione tjera me tema të reja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aleikum selam. Të falenderojmë shumë i nderuar profesor doktor Hafiz Khaireddin Hoxha lidhur me trajtimin e kësaj teme. Ne do t'i lexojmë disa pyetje që kanë arritur nga dëgjuesit tanë. Pyetja e parë vjen e tillë, thotë ju përshëndes juve në studio po ashtu dhe Hoxhën dhe deshta ta marr një mendim nga profesori i ftuar në emision. Na tregoj se a nuk po din ligjeruesit, hoxhallarët dhe imamët që të na shpjegojnë përshtatjen tonë me globalizimin sot, apo rrjedhimisht mund ta kemi vështirë që të përshtatemi me globalizimin e sotëm, duke pas parasysh që situata shpeshherë është shumë dinamike dhe dinamizmi i jetës na përfshin ndoshta në disa veprime të cilat mund të jenë haram, por ne i bëjmë ndoshta edhe pa vetdijen tonë.
Po, pa dyshim se është obligim të hoxhallarëve, mos harroni. Ata me disua popullin, xhamatin. Ata jenë udhëheqësa shpirtëror imama. Çka do të thonë imam? Ke dalë përpara dikujt, lider. Lider i udhëheqë të tjerë do të thotë shpirtërisht, moralisht, ata e kanë obligim numër 1 që ti debatojnë ata këto tema. Të mos me të lënë xhamatin me gabua. Se xhamati edhe nuk din ndoshta, edhe i bëjnë disa punë të gjehlit, të mosdijes. Ndërsa obligimi i hoxhallarëve është do të me qenë me jetu me këto trende bashkëkohore dhe me konsultu me dietarët ata që nuk din dhe me lyp do të thonë atë rrugën e mesme, atë rrugën e mesme islame, atë zgjidhjen pa alternativën islam, është obligimi atyre. Çdo gjë që bëhet pa dije, Allahu xhaleshano e ka mëshirën e madhe. Prandaj edhe i fal. Mirë, por nëse bëhet me dije, po atëherë falja është vështirë pak. Vetëm me pendim dhe me tauba. Me tauba do të thotë sinqert. E do të pas kujdes, shumë me pas kujdes. Se dinamizmi i jetës, rrjedhat cilat sot jetar, domethënë ndryshim të madh, sot diçka është i sistem, nesër ke sistem tjetër, regjim tjetër, mis regjim bjen, regjim tjetër ndel, mis sistem tjetër po pin funksion. Bota kështu është. Kulle yawmin fi sha'n. Çdo ditë është me një gjendje tjetër, shka pra Allahu në Kur'an. Po mirë po, muslimani edhe njerë çka thash, po është i vetëdijshëm, të nëse nuk din diçka, Kurani thot fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Nëse nuk dini, pyetni ata çka din. Pyetni dietarët, pyetni ulemat. E jo vallahi tash krejt për shkojnë deti. Është verë, është nxehtë. Atje këtë më dalën së bashku. Jetë globale, jetë përgjithshme me tjerë. Edhe unë po i marr fëmijët, edhe unë po shkoj, dhe ti që theja të marra tup të fëmijëve, edhe ata do të vetë mësohen, do të marrë të figura të zhveshura para tyre, që ti bëhet çdo gjë e njëjtë. Kjo nuk është zgjidhje kjo. Na nuk jemi kundër detit. Deti si deti nuk është haram. Uji i Zotit, liçeni i Zotit xhaleshanu, apo oqeani, të mirat, ajo bukuria, kaltërsia e detit. Mirë po, çka bëhet në atë det? Çka bëhen aty popullit, çka bën? Rrethanat, do të thotë, jeta dinamike e popujve, sjelljet e ndryshme të këqija, çka bëhet? Islami thotë mos u përzime ata. Pse ndikohesh negativisht, pse edhe ti smuhesh, edhe ti prishesh, edhe fëmijët u prishen, prandaj tri larg atyne. Këto është e filozofia aty, mos me jetë me globalizmin. Po, la yakunu nasu imma, pejgamberi alayhis salam ka thënë, mos bën njerëz që roditon valla të shkumë njerëz, kaç kanë ata dhon mas aty. Nëse bëjnë mirë edhe ata bëjnë mirë. Nëse bëjnë keq edhe ata bëjnë keq. Jo, jo ka thënë pejgamberi alayhis salam. لا يكون أحدكم معه إن أحسن الناس أحسن وإن أساءوا ولكن أساء ولكن غضبوا أنفسكم. Kirpoçka keni kujdes, jo më bo keq nëse ata bëjnë keq. Por nëse bën ata keq, ju bëni mirë. Prandaj këtu vjen obligimi të thotë që unë duhet me kundërshtu ata dyshysh me sjelljet e mia, që do thonë muslim normal me sjellje, po me moral, jo më po tjetërsu më bësja e tjetëri. Të ruaj identitetin tim, të ruaj do thotë rëndësinë time, historinë time, biografinë time, moralin tim, dhe kështu është jeta e një muslimani bashkëkohor. Besoj që isha i qartë. Ti ka shkuar. Një pyetje tjetër që na vjen mendoj është edhe kjo interesante për të tentuar të japim një përgjigje, është e tillë. Mirëmbrëma thot juve dhe ligjëruesit të sonte në emision, deshta të ja u jap një këshill dhe të shoqëruar me një sugjerim, ose ndoshta edhe një mendim i imi. A mendon se duhet
që për të mos u asimiluar populli ynë, qoftë në asimilimin ekonomik për shkak të kushteve, të kontribojmë edhe bashkësitë islame të trojeve tona shqiptare, edhe hoxhallarët dhe dietarët shqiptar kudo që janë nëpër botë, që të sjellin sa më shumë investitor ekonomik në vendin tonë dhe që të hapin sa më shumë vende pune. Mos t'ja lëm, thot, gjithmonë detyrën edhe fajin vetëm shtetit, sepse shteti ynë, thot, mbase mund të jetë shtetet tona, mbase mund të jenë të vogla edhe me kapacitete të vogla. Por nëse do të ishim të gjithë së bashku, mendoj që do të e ndalim këtë trend të ikjes nga vendi ynë dhe njëkohësisht do ta kishim sa më të lehtë të ruajmë identitetin tonë shqiptar. Sugjerim shumë e mirë. Sugjerim dhe pajtojmë nuk jemi ka punojmë në asante, tjerisht. Duhet shumë me punu për me shpëtu këtë rinjë tonë, popullin tonë, ka asimilimi e kulturave ndryshme dhe prej ideologjive të ndryshme. E sidomos edhe mos aftësia jonë për sigurimin e kafshatës gojës, sigurimin vendeve punës, me të vërtet kjo është e papranueshme. Me të vërtet kjo është diçka që nuk ma roktroni mua, nuk po muj me besua, mos me mujt në gjetë vendet punës. Obligimi i bashkësive islame, liderëve tanë, në mënyrë institucionale, ata do të jenë më aktiv, se si do të thotë më integru edhe në kompanit e shtetit tonë, vendit tonë. Nuk ka patjetër me thirrë të huajit, arabt apo komsi tjera më armë investuata në vendin tonë. Sa të në individ, pak janë ata. Për ne kemi forcën tonë në vetën tonë, popullin tonë, xhamatin tonë. E këta duhet pak me bindë dhe thëtë se si me qelë edhe me kriju vendet pune. Për shka njëtën kohë edhe është problem për me të thëtë po investon dhe po hap një fabrikë, po hap një qendër tregtare, po edhe po punëson aty ata po punësuarit, për njëtën kohë edhe ti po shpëton dhe po kontribon më do thot mënyrë masovike në mbrojtjen e resurseve njerëzore të shtetit tonë, nuk pele ka e maku në elitën, rinien, gjeneratat më të mira me dalë dhe me i gjashtë. Unë besoj që duhet një reform radikale të të këtë aspektin ekonomik dhe strategjik të përdorimit të resurseve njerëzore dhe natyrore që ka i kemi na. Jenë të qysh këto resurse natyrore të mira që ne ka falë Zoti Gjeleshanu dhe të aspektin të natyrës bereqeteve, po ashtu edhe në aspektin njerëzor, mjaft kemi, shumë kemi, mirë, por nuk jenë ka zhvillo, ka përdoren për të mirë apo ka mirë përdoren. Nuk jenë ka mirë përdoren ata. Për të mirën e, të më thënë, generale për gjithë me shtetit tonë dhe të popullit tonë. Duhet diçka me bo. Dhe djetarë, dhe ata tregtarët e mëdhaj, dhe së bashku në koordinim me bashkësitë islame, me njerëz që kanë kokë që ja dojnë të mirën e shtetit, duhet gjithçysh se si mi bashkohet ato forcat e tyre dhe me bë diçka. Për njëtën kohë edhe elita politike, edhe partitë politike, qeveria, së bashku me ta duhet të koordinuar për me kriju vendet punës. Dhe me thonë këtu, se kemi folë edhe në gjatën e parë, të obligimi qeverisë ndaj popullit, po ndaj obligimi popullit ndaj shtetit apo ndaj qeverisë, është një obligim reciprok anasjelltas. Qeveria ka obligimet që duhet punoj për popullin, dhe populli ka obligimet që ata duhet të respektojmë ata qeveritarë, përderisa ata thrasin e të mirë në kultivim, në tregti, në bujqësi, në përpunimin e tokës, në bujqësis, po krijimin e vendeve të punës, ka mjaft, do me thonë, metoda. Prandaj këto është një obligim strategjik që duhet të bëhet një ndryshim normal, të ndryshime pa dialog, pa ullë sy me njëri tjetërin, pa bisedu, nuk bëhen. Të na janë enda ato barikada, enda janë ato paragjykimet, ato frikat,
Po, ka, të është edhe kur nuk kemi ndëgju në një dialog me ndonjë qeveritar, politik, apo ndonjë fetar, apo ndonjë hoxh, syr, drejt për së drejti, çka mendoni se si dalim nga kriza, të çka po bëjnë media tanë, po sjellin dy luftime, po sjellin luftra, po bin ndoshta një gazetar antifetar, anti-islam, dhe po bin aty ndoshta një hoxh apo diçka, dhe këtu nuk ka qëllimi më ardh në rizgjedhje, po këtu qëllimi mas shumë dhe me bo show, me bo huti, të përmas, të me thonë, me pa një lloj filmi, aktor, ky do thot pro, ai tjetri kundër, dhe fund çka rezultati 1 orë 50 minuta, po intervista, debati, mbaron asgjë s'është të priton. Kjo është do të thotë një rol i keq që e bëjnë disa media anë në botës. Po, edhe këto e keme në program, e keme Elitija Al-Muaki, si thaj, 2 drejtimet kundërta në El Jazeera këto. Një programe tjera janë normal, mirë, dhe keme qenë në mësafirat e disa herë, El Jazeera, mirë porti i programi dhe Elitija Al-Muaki, së është 2 drejtimet kundërta, po kur i bina 2 mësafire, 2 arab. Po, çka bëjnë të përla, çka bëjnë të bërti, çka bëjnë të kritikën një tjetrin. Dhe fund, vetëm bërtim, shami, kritika, ofendime, fund nuk ka bereqet dhe nuk përfiton asgjë. Pa ta thonë studentëve të edhe shumë shokë, pa ta thonë se të kush me mësirë këtë program nuk shkoj. Unë nuk jam për marrë, me luftume me medikonin, jam të me dhe mendime, me dhe programe, me dhe sistem, si s'ki me dalë nga kriza. E dupi ati që ka debaton me mua, edhe aj me dhe, të ma në gjitë krajen, e ma marrë me luftu, ta nuk jemi për këtë në luftra, jemi intelektual, jemi akademik. Po thrasim, po thire me na manditorisë dhe qkences. Nuk jemi këtu kauboj me dalë, me luftu me zveti aty, dhe mos me pas do në populli do bi asgjë, ka biseda tonë e debatit tonë. Edhe këtë mundim, edhe këto ligjeratë, edhe këto bisedimet, 20 e din, kush për nëngojnë, apo sa vetë, apo nëngojnë, apo sa për dëgjojnë, po minimum bili kemi ftyrën qelë të Allahu Gjeleshanë, bili kemi tregu diçka që kemi besu që është e vërtet. Të kush ja shehajrin, kur praktikohen të mendime, a nuk praktikohen ish 20 e din, mirë për mjafton që na po mundohemi me kontribuo pozitivisht. Po me dha metoda, programe, mënyra, sisteme, si me dalë nga kriza që na ka kapluar neve dhe tërë muslimanët. Të besoj që isha i qartë dhe pajtohë kësish me sugjerimet atë Allahut që ka dhënë planet Allah është shpërbletë. Amin. Doktor, ne këtu po mbarojmë me pyetjet e dëgjuesve të cilët na i kanë dërguar, shumë prej tyre vetëm ju kanë përshëndetur, një prej tyre për shembull është Mërgimi, është Jetoni, është po ashtu Bashkimi, është Ahmeti, është Aisha, edhe shumë të tjerë të cilët vetëm ju kanë shkruar duke ju përshëndetur dhe duke ju falendëruar për ligjërat. Sinqerisht Allah ju rujt. Amin. Lutem për ju dhe ju dua sinqerisht. Faleminderit. Amin. Doktor, këtu po japim fund këtij transmetimi nëse nuk kemi diçka për të shtuar. Besoj që është mjaft bile, ndoshta mos e kemi tepër pak për dëgjuesit tanë, po besoj që jo, se është një temë aktuale dhe e nxehtë. Të besoj që e kemi debatuar në aspektin akademik, shkencor dhe fetar, është nësi ka hije, prandaj nëse ja kemi qëlluar është nga Allahu Gjeleshanu, nëse kemi gabuar, normal njeri jo dhe gabon, po gjithmonë i mirëpresim këshillat dhe sugjerimet, edhe në emailin ton privat në faqet tona të mediave, të besoj që është mjaft personte edhe ty Allah shpërblet moderator, dhe inshallah shifemi javën ashtë me një Zotë Gjeleshanu. Përshëndet, selamun alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Aleikum selam, faleminderit shumë edhe një herë, Zoti ju rujte dhe inshallah në takimin ton të ardhshëm do të rikëtohemi. Natën e mirë, gjithë të mirat. Të dashur miq dëgjues nderuar të radio dituriaislame.com, kemi qenë në transmetim të drejtë për drejtë me profesor doktor Hafëz Hajredin Hoxha, me të cilin kemi qenë në këtë emision të sonëm në valët tona dhe së bashku me ju kemi trajtuar temën Islami dhe globalizimi. Dhe një mënyrë e trajtimit të temave në aspektin
e shkencor dhe në aspektin më të veçantë se sa që mund të keni dëgjuar nëpërmes emisioneve të tjera. Prandaj ne për këtë e falenderojmë shumë profesor Dr. Hafez Hajreddin Hoxha, me të cilin kemi disa javë që po mbajmë transmetime të drejtë për drejtë në valët e radios Dituria Islame. Gjithë ju që na dëgjuat, ju falenderoj shumë. Gjithë ju që ishit me ne deri në këtë çast, po ashtu ju përshëndes dhe ju ftoj që të gjithë ju që po ndiqni këtë program ta bëni sa më shumë shpërndarje, për shkak se është një program me mesazhe shumë të mira për të gjithë ne, për të gjithë popullin tonë dhe për të gjithë besimtarët dhe ju vetëm. Nga unë Avni Lugici, nga mbar stafi i radio dituriaislame.com, ju përshëndes përzemërsisht dhe ju ftoj që të bashkoheni në emisionet e ardhshme. Deri në takimin tonë tjetër, mbesni në mëshirën e Zotit. Natën e mirë.